kishte pirë dhe poshtë balkonit del, ul pantallonat dhe bën veprime, domethënë. Se i kam thënë kaq gjë policisë, ose bëni diçka ose unë do ta prem sot të sepse të shikoj fëmia ime ashtu veprim nuk e lejoj. Në rrjetet sociale. Edhe kishte 6 muaj që vetëm këmbgulte dhe nuk është se të them se e dashurova, por thjesht se unë isha vetëm në moshën 26 vjeçe. E thash të nis një jetë. Që nga momenti që unë mbeta shtatzën, ndryshoi jo vetëm ai, por dhe familja e tij. Disa shqiptarë kanë këtë se mos e po bën fëmijë dhe ja lidhëm këmbët. Dhe sot po t'i them unë që hajde bashkohemi, ajo është gati. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të jemi në një ishull pranë Volosit, do të lidhemi me një 32 vjeçare, nënën e 4 fëmijëve, e cila quhet Ike. Zonja Ike do rrëfej ditën e sotme jetën e vështirë që ka kaluar me 2 martesa të dështuara, por që ja ka dalë dhe ka gjetur forcat për të vazhduar jetën dhe për të qëndruar pranë fëmijëve të saj. Është një rast i cili më shumë do frymëzoi të gjitha ato gratë të cilat janë ushtruar dhunës së bashkëshortit dhe mbi të gjitha nuk kanë patur as përkrajen e babait dhe nënës së tyre. Do hap dritare dhe do dëgjojmë së bashku rrëfimin e zonjës Ike. Ike, përshëndetje. Përshëndetje, si kaloni? Si ke qenë? Shqyr zotit mirë. Dhe më vjen mirë që je mirë sepse ne të dyja përpara disa kohëve jemi lidhur dhe ti ke pasur shumë probleme, ke qenë një grua e dhunuar. Po. Por sot çfarë? Shqyr zotit ja dole. Ja dole. E përdora nga shtëpia me ndihmën e policisë këtu, sepse nuk isha edhe dokumenta. Dhe ca me forcat e mia. Por ishte edhe ndihmë e policisë që më jep dhe forcë. Dhe më vjen mirë sinqerisht që ja ke dalë. Më ndihmoni në mënyrë njerëzore, domethënë sepse nuk isha as dokumenta, edhe në mënyrë njerëzore më ndihmuan policit, po jo ligjore. I dashur Ike, ti aktualisht çfarë vendi në Greqi jeton? Jetoj në Alonisës. Ishulli i Volos. Në Volos, në një ishull të Volos. Ti tani aktualisht je vetëm me fëmijët e tu. Po. Por mund të më tregosh çfarë ndodhi atë ditë kur shkove në polici dhe policia e dëboi babain e fëmijëve të tu për shkak se ai ushtronte dhunë tek ty? Në fakt atë ndora unë nga shtëpia, por e kisha përkrajen e policisë. Unë gjithmonë kam vajtur në polici që më goditi përpara se të ndodhte që të fillonin zënga, më goditi. Pastaj kam shkuar në polici, erdhi policia këtu, po policia tha në mënyrë ligjore nuk mundemi të bëjmë dot gjë, tha sepse nëse do bëjmë, tha duhet t'u heqim juve që nga Greqia t'ikni për Shqipëri, sepse ishim të dy pa dokumenta. Pra le të themi që policia greke ka bërë një tolerim në lidhje me ty dhe fëmijët e tu, më së shumti. Po, vetëm për fëmijët, tha ajo se fëmijët janë në shkollë, tha që mos largojnë fëmijët nga shkolla, mos largojnë fëmijët nga shteti. Neve do ta mbajmë pak si me kërcënim atë që ai mos bëj veprime, por që në mënyrë njerëzore, jo në mënyrë ligjore, se nëse të vepron në mënyrë ligjore, bie që të heqim qafe. Që dyve. Atë ditë që ti kërkove dhe ndihmën e policisë dhe dëbove nga shtëpia, ai të dhunoi? Jo, ai nuk dhunoi, por si ta them, bëri disa veprime të pahishme. Ai jetovi 3 muaj. Si folëm bashk, 3 muaj ai ka jetuar në të njëjtën ndërtesë, por ai jetonte në katin poshtë, që kam një dhomë në katin poshtë, dhe unë isha lart me fëmijët. Por unë punoja vazhdimisht, se unë kam punuar gjithmonë, para dite, mbas dite kam qenë në punë, dhe me orë të 2-3 orë mund isha në drejt në shtëpi me fëmijët, dhe në orarin që unë nuk isha në shtëpi, që isha në punë, ai vinte dhe më tremte fëmijët. U bërtiste, apo i kërcënonte fëmijët, edhe aty unë kam vajtur në polici sërish, ore çfarë mund të bëj? Ai shkonte në polici dhe u thoshte ajo është e çmendur, ajo nuk mendon mirë, nuk mbush mirë, është me të meta. Herën e fundit ka qenë ditë e dielën dhe unë isha po hapja rroba në balkon. Në balkon me mua ishin dhe fëmijët. Po. Kurse ai erdhi nga puna, kishte pirë dhe poshtë balkonit del, ul pantallonat dhe bën veprime
ime, domethënë. Dhe unë kam shkuar në polici dhe i kam thënë kaq gjë policisë, ose bëni diçka ose unë do ta bëj sot sepse të shikoj fëmia im tash atë veprim nuk e lejoj. Por ai këtë veprim e ka bërë përpara 3 fëmijëve të mitur që ti ke nga martesa e parë dhe përpara fëmijës të tij. Po për fat fëmijët nuk e panë sepse fëmijët qelluan që ikën brenda dhe unë i fola atij dhe ai ndryshoi thash do thras policin thash po ish mos ysh. Ditën tjetër pastaj unë i kam thënë policisë që unë nesër do ta dëboj, thash do ta nxjerr jashtë për shtëpisë, do të mbyll derën me çelës, sepse për fat çelësin e kisha unë të dhomës të tij. Dhe thanë ata me që nxirrja plaçka të javë, qoftë ai do bëj një veprim kërcënues, do bëj diçka agresiv, do tregohet agresiv, do vim ne. Po për fat ai kishte frikë nga policia dhe nuk bëri agresivitet. Mblodhi plaçkat e tij dhe iku. Të bëj një pyetje, sa vjeç është ish partneri jot i dyti? Në fund të marsit bën 43. 43 vjeç. Tani këto veprime që ti po më tregon, o ai person ka probleme me mendjen e tij ose ka qenë në efektin e alkoolit apo në një lëndë narkotike, sepse një 43 vjeç. Në efektin e alkoolit. A ka qenë përdorus i alkoolit? Përdorus i rregullt i alkoolit. Ai po nuk pati vajti ora 10 i mëngjesit, po nuk pati birrën afër, ai nuk punon dot. E qartë, e kuptova. Super alkoolist. Por nga ai moment, sa kohë u bë që ai ka ikur nga shtëpia që ti e ke dëbuar i kyçe derën? E bëm një vit në dhjetor. Një vit, u bë një vit. Gjatë këtij një viti të ka shqetësuar, të ka kërcënuar? Më kërcënovi një herë në shkurt, ka qenë që ishim karnavalet këtu, ka dashur të më godasin në sytë njerëzve se ishim të njerëzit aty, po për fat se mua më ka erdhur familja ime këtu, kam 2 motra vëllain këtu edhe Sa mirë. kishte edhe frikë nga familja dhe pastaj është tërhequr, tani nuk jeton më në ishull këtu. Është në një ishull tjetër, Volos e merr atë, por është më larg këtush. Është larguar nga ishulli ku jeton ti. Po, është larguar nga ishulli. Ju me partnerin e dytë keni vajzë apo djalë? Një vajzë. Një vajzë. Është 4 vjeçe. Është 4 vjeçe. Me vajzën ka kontakte? Po, ka kontakte. Me vajzën nuk e kam ndaluar, madje edhe dje ka folur me vajzën. E dashur. Telefonat e fundit ka qenë dje në këtë orar. E qartë. Pra ka kontakte me vajzën dhe ti nuk e pengon dhe bën gjën e mirë që ajo të flasi me babain e saj. E dashurike, por ti ke qenë bashkëtesë apo martesë me partnerin e dytë? E dashurike, ti ke bërë martesë ligjore me këtë person. Po, dhe akoma jam e martuar ligjërisht. Por pse nuk e drejtuar gjykatës të bësh divorcin? Sepse i kam marrë gjërat me radhë kur i thon fjalë, sepse unë atëherë nuk kisha dokumenta, kurse sot i kam dokumentat. Je pajisur me dokumenta greke? Po, jam pajisur me dokumenta greke dhe tani po pres të fëmijëve. Me vajzën e vogël e marr këtë muaj. Në mars kam takim në Volos që të marra dokumentin, kartën, adhjen. Po. Kurse të tjerët po i pres. Po për vetë u sistemova me dokumenta, kam qenë edhe një herë në Shqipëri 3 ditë dhe jam kthyer, por që i kam dokumenta të rregullta, domethënë. E qartë, dhe sa të sistemosh dokumentat me fëmijët e tjerë, do i drejtohesh gjykatës, besoj për të bërë divorcin. Po, normale, pastaj do t'i drejtojmë gjykatës, por derisa të marrë dokumentat tamam, se pastaj do të ndryshohet mbiemri dhe do të hyjë dhe një nga para. E qartë, sepse ai baba ka detyrim ligjor pastaj mbi vajzën që e keni 4 vjeçe. E di, por përsëri prap dhe sikur tash nuk ka për të përgjigjur. Ai dhe deri tani ka dërguar, domethënë në një vit e gjysmë që ne jemi ndar, mund të ketë dërguar rreth 400 euro. Pra le të themi nuk është treguar i përgjegjshëm për të bijën. Jo, nuk është treguar i përgjegjshëm. Dhe nuk beson që edhe gjykata kur të vendosi detyrimin ushqimor ai s'ka për ta paguar. Nuk besoj sepse ai ka edhe martesë tjetër me gruan e parë, se ka qenë ai njëri martuar, ka 2 fëmijë me gruan e parë dhe nuk është përgjigjur asnjëherë për fëmijët. Kur ka jetuar me ty? Po. Dhe më përpara dhe pasi jetoj me mua nuk është përgjigjur për fëmijët. Por si e njohe këtë njeri? Fati jot i keq, besoj. Ai më shkruan mua nga Facebooku. Je njohur nëpërmjet rrjeteve sociale. Po, nëpër rrjete sociale. Edhe kishte 6 muaj që vetëm këmbgulte dhe ishim dhe nga e njëjta zonë dhe unë pyeta bëra siç pyesim, domethënë. Më thanë është njëri i mirë, është ndarë me të parë, më thanë se ka kapur me tjetër.
por që nuk ishte e vërtet. Unë pas e mbeta dhe shtatzën, tani ai nuk këmgulli, do me thënë 6 muaj, pastaj si mbeta neve jemi njohur në mars ka erdhur ai tek unë, erdhi direkt që nga Greqia erdhi tek unë. Jemi takuar, kemi ndërtuar 3 muaj kështu. Thjesht vinte ikte domethënë në Greqi, pastaj erdhi kemi bërë celebrimin. Martesë ligjore. Unë erdha 3 muaj në Greqi, por nuk pinta gjatë gjithë kohës që ne ishim bashkë, në 6 muaj nuk u ndavëm, domethënë ishim vazhdimisht bashkë, por nuk pinta alkool. Mund pinte një birë apo 2 dhe kaq. Pra, le të themi që fillimi ka qenë i mirë me këtë person, me partnerin e dytë. Po, fillimi ishte shumë i mirë. Që nga momenti që unë mbeta shtatzën, ndryshoi jo vetëm ai, por dhe familja e tij. Por pse? Fëmia është bekim. Ai duhet ishte lumturuar që po bëhej baba. E po, disa shqiptare kanë këtë se ama se po bën fëmijë dhe ja lidhëm këmbët. S'ka nga vete. Në përgjithësi, kështu e mendojnë disa meshkuj shqiptarë, ama se bëm një fëmijë ja lidhëm këmbët dhe s'ka ku të vejë, tani do bëj si themi ne. Por çfarë ndodhi realisht, domethënë? Kur kam erdhur, pastaj erdha në Greqi, kam qenë në muajin e 9 të shtatzënisë, kam lindur vajzën, pastaj fillovi ai po e tepronte me pijen. Kishte edhe një shok, vazhdimisht me atë shokun, 1 me 2, më shumë po rrinte me shokun se sa me mua. Dhe filloi po pinte, po përdorte fjalë banale në shtëpi, filloi po më godiste fëmijët. Dhe kur filloi po godiste fëmijët, unë aty e ndalova, thashun nëse prek fëmijët me dorë, me mua se ke punën mirë. Atë kur ndaloi nga fëmijët, filloi me mua. Më godiste mua. Fillovi që ati ju prish makina, i pati defekt makina, u kisha ja 2-3 lekë që kisha në bankët, i kam tërhequr që rregullovi makinën ai. Pastaj kur më prish lavatriçja mua që kisha 4 fëmijë të minj, dhe ishin vinë edhe fëmijët e tij që vinin çdo fundjavë, ishin edhe fëmijët e tij, ishin 6 fëmijë. Kujdesesha unë. Ai ishte gjithmonë i ikur, shkonte mirë te fëmijët dhe fëmijët i linte mua dhe ikte. E qartë, e kuptoj. Dhe unë këtë gjëja thosha, ore, nuk më vjen keq se unë i bëj hizmet atij fëmijës, po fëmia do babai, nuk më do mua nuk ka gjë. Fëmijët nga martesa e parë që vinin te babai, ai ikte dhe kujdesesh e ti. Nga martesa e parë, i thosha se dhe fëmijët qanin o babi, thoshin ne na ka marrë malli për ty. Kurse ai linte dhe ikte. Ikte për të pirë. Të mërshme. Pastaj si o prish lavatriçja, po ishte e keqja se ishte dhe jema kundër, ishte pro me djalin kundër me ne. Por pse ish Vjera ndryshoi sjelljen dhe nuk të donte sinuse? Se më duket pak e çuditshme kur ajo syt në balli kishte, e shikonte të Vjera ime ishte infermiere dhe mua më ka kërkuar që unë të hiqja dorë nga doktori, që më kishte ndjekur më gjitha shtatzënit. Dhe donte që mos vizitohesha tek ai doktor, shkoja te një doktor tjetër. Unë nuk e pranova këtë gjë, se thashun kur kam pasur nevojë, ai doktor më është përgjigjur dhe pa lek. Nuk kam si të ndryshoj doktor tani. Dhe për këtë të mori inat Vjera? Aty pastaj mori inat, ajo se thoshte pse nuk bën nusja si të mund. Të mërshme. Fillovi po xhelozonte, po bënte disa gjëra që për një fotografi që kam hedhur një herë në Facebook, ajo më ka marrë në telefon edhe se një krushka e tyre bëri like, bëri zemër në fotografinë time, pse të ka bërë zemër ty ajo, ka shumë të do ty ajo. Dhe me thënë, debate pa lidhje, derisa arriti në pikën që u inatos aq shumë sa më vuri thikën fyt. Vjera? Jo, se unë isha larg për Vjerës, pastaj ikëm në Greqi, por bënte ai nëpër telefon të bënte grindje, po burri arriti sa më vuri thikën në fyt. Të vuri thikën në fyt që pse ti u zure me nënën e tij? Po që aty filluan debate, që nga nëna pastaj te lavatriçja që unë s'kisha me se laja rrobët, e gjitha me radhë pinte dhe bënte grindje pa lidhje. Por kur ish Vjera e mësoi që djali i saj ishte dhunues, si reagoi? Nuk e pranonte, dhe sot ta pyesësh ato jo, do thotë janë nusat këqija.
E të mërshme. Dhe sot a pyetësh nuk ka, janë nuset këshia, thënë. Madje asaj ju ndan 2 djem nga nuset. Dhe djali tjetër është ndan nga nusja. Për shkak të Djali dhunës. tjetër jeton, po, për shkak të dhunës, jeton në Gjermani, u ndan nga nusja me 2 fëmijë. E dashurike, ti sa vite martesë konsumove me partnerin e dytë? Rreth 5 vite, 4 vite gjysmë. Në këto 4 vite gjys, nuk dua të lëndoj, por dua të pyes, për herë të parë ai ngriti dorën ndaj teje dhe të dhunoi për çfarë? Nuk më kujtohet ku ka qenë, nuk më kujtohet pikërisht se ka ndodhur shumë seanca shumë gjëra, kështu që ka goditur dhe nuk më kujtohet se për diçka të kot ai asaroshe, domethënë. Dhe nuk më kujtohet se ku ka qenë fillimi dhe ku ka qenë fundi. Ti je dhunuar për 5 vite rresht nga ai person? Jo për 5 vite rresht, sepse unë nuk është se kam jetuar me të. Unë e njoha atë në ka qenë marsi 2019-s, kam jetuar me të nga qershori 2019-s deri në shtator, që ishim vetëm bashkë, që nuk u ndavëm. Pastaj ai erdhi në Greqi dhe kam erdhur vetëm 2 javë për vit të ri kam jetuar me të. Pastaj dhe një herë në gushtin e vitit tjetër, në gushtin e 2020-s. Më thënë gjishta zënin unë e kalova vetëm, sepse ishte koronavirus dhe ai nuk vinte dot. E qartë, por kur u bashkuat bashk, aty nisi më shumë dhuna. Një vit e gjysmë kemi jetuar bashkë në pastaj. E qartë, por ai e bënte këtë në efektin e alkoolit, sepse më the ishte përdorues i alkoolit dhe pinte shumë. Po, në efektin e alkoolit. Kur ishte i papir nuk kishte njeri më të mirë beti. Edhe këtu dua të ndalem. Ti kishe ndonjë komunikim me atë marrëdhënie, le të themi që të flisje hapur për të ndryshuar mënyrën e të jetuarit dhe ti thoshte edhe ai vetë stop dhuna. Se ndoshta ai ishte i pandërgjeshëm kur ishte i alkoolizuar dhe nuk dinte çfarë bënte. Dhe kur i dilte rakia, vinte të përqafonte, të puthte dhe të thoshte më fal, po s'kishte më vlerë, besoj unë. Unë kur mundohesha se çdo mëngjes mund ta kishe, vetëm në mëngjes mund ta kishe të papir. Dhe kur i thoshe ndonjë gjë që ore ndryshon sjellje se nuk janë gjatë ja kështu të bisedonje të bënje. Ai thoshte lej këto llafe që në mëngjes ti çike këto llafe leri dhe domethënë e priste me këtë dhe nuk të lindet bisedonja më tepër. E dashur. Po kur kishte ndonjë rast me raste që kalonte e tepronte shumë me pijet, pastaj arrinte 2-3 ditë që nuk pinte. Ma ato 2-3 ditë pastaj sikur qetësoshe gjendja. Kur fillonte edhe një herë pinte ishte pothuajse edhe një herë i njëjtë. Ti e dashurove fillimisht, nuk e mohon, përderisa vendose të martoheshe. Nuk është se të them se e dashurova, por thjesht është se unë isha vetëm në moshën 26 vjeçe. E thash të nis një jetë, nuk është se e dashurova. Ai atë pak ndjenjë që unë kisha në fillim, që kur fillova unë të kisha ndjenjë, ai e shojti fare pastaj me kalimin e kohës. Nuk është se e ushqevi atë ndjenjë që të rritet. Por Sa lulet po nuk i hodhe ujë, nuk rritet ajo, do vyshke, do thaj. E qartë, e kuptoj. Por marrëdhëniet me fëmijët e tu nga martesa e parë, si ka patur? Fillimisht më the mirë, por ushtroi dhe dhundaj atyre dhe kjo bëhet më rëndë. Fillimisht e ka pasur mirë, pastaj sa vinte dhe më shumë kur filluan që të vinin fëmijët e tij. Fëmijët e tij ishin pak trazavacur, pak të përkëdhelur. Dhe ishin dhe nga ajo se nga malli i jatit edhe ishin pak si të lirshëm kur vinin aty. Dhe kur bënin ndonjë zarar, domethënë fëmijët e tij, ai shkonte dhe godiste të minte, nuk u fliste të tinve. Dhe aty e kuptova që ky i minjanon. I mban shumë anash dhe sa vinte dhe sidomos me djemtë, me vajzën, se vajzën kam të madhe, me vajzën nuk është se mund t'i ketë bërtitur më shumë, por jo ta ketë goditur, kurse djemti ka goditur. Por fëmijët si kanë reaguar nga martesa e parë? Sa ata janë, le të themi, të rritur sot? Sa vjeç janë? Nuk është se janë të rritur. 13 e kam vajzën e madhe. Me jetë. 11 e gjysmë është djali, 8 nuk i kam mbushur akoma djali tjetër. Dhe 4 vjeç është vajza që e kemi. Dhe 4 vjeç është vajza. Zoti të bekoft dhe
Paçi mirë dhe shëndet të 4 fëmijët. Por si reagonin 3 fëmijët nga martesa e parë kur ai ngritën dorën ndaj tyre? Kishin shumë frikë, sa në moment që vinte ai në shtëpi ata rrinin me një qosha dhe nuk ndiheshin gjëkund, nuk sigurisht ishin fare aty. Sot që ai është larguar, ata janë më të qetë. Sot që ai është larguar, janë fluturojnë, janë shumë të lirshëm. Dashurike, si e priti ai ndarjen? Se unë besoj ai ka qenë dhunues dhe ka dashur të mbajë gjithnjë. Në fillim nuk e priti mirë, kërcënonte, do të vras, do të therë, ti e vdekur, ty do të kërcënime, siç i kishte nga hera. Pastaj kur unë e hoqa nga shtëpia, vrinte nga njëri aty dhe sot po t'i them unë që hajde bashkohemi, ajo është gati. Këtë e di. Dhe sot që pas kaq kohësh që jemi të ndarë, po t'i them unë hajde bashkohemi, ajo është gati, se aty nuk është se i bëhet shumë përshtypje. Por që ta mendoj ndarë, kthehem dhe njëri jo njëri. Shqyr Zotit ja kam dalë. Dhe më vjen mirë që ja ke dalë. Po vajza e vogël e kërkon babain? Po normal e kërkon, unë sa herë që më thotë që do të flas me babin, unë nuk e kam ndaluar asnjëherë. Mos kam për ta bërë. Pavarësisht se si përgjigjet ti aty. E kuptoj. Ndërkohë, mua më vjen mirë që tani është bashkuar dhe familja jote, jeni të gjithë bashkë aty, ke mbrojtjen e tyre, por dua të pyes, ish vjera juaj kur mësoi dhunën, policia ishte në mbrojtjen tënde dhe të fëmijëve, sot ke kontakte me të për hir të vajzës? Kontakton ajo me mbesën? Jo, me asnjë nuk kontaktoj. Madje unë dhe me burrin nuk është se flas. Vajza flet, por unë jap telefonin vajzës edhe largohem, nuk dua fare as ta dëgjoj më. Por gjyshja flet me mbesën? Jo, nuk e kanë kërkuar. Ti më tregove pak më parë që nga martesa e parë humbe nga ky jetë bashkëshortin. Po. Por çfarë ndodhi me fatin tënd të parë, le të themi që unë isha vetëm 24 vjeçe, isha shtazën në fëmijën e tretë. Isha dita ditës për të lindur, ka qenë data 25 mars 2017. Je martuar e vogël, besoj? Po, nuk i kisha mbushur 18 kur jam martuar. Po. Në moshën 19 vjeçe isha bërë nën. Për herë të parë. Për herë të parë. Dhe ai ka varur veten. Nuk është se ishte i sëmur apo kalovi depresion, nuk e di se çfarë pati, qelloi punë momenti që ne nuk ishim asnjë atje, se unë isha 3 muaj, isha larg nga shtëpia, se nga që isha shtatzën dhe isha me rrezik dështimi. E kisha shumë probleme me shtatzënin. Dhe jam larguar nga shtëpia që në dhjetor të 2016-ës deri në mars të 2017-ës. Aty pastaj të kishte pritur dhe një javë, por nuk e di se çfarë pati. Pra, nuk e di se çfarë pati. Ai ka qenë i vetëm në shtëpi? Ishte i vetëm. Kur ka ndodhur ngjarja? Po, ai ka qenë vetëm në shtëpi dhe pastaj mua më kanë përzënë njerëzit e tia, më kanë përzënë nga shtëpia me 3 fëmijë, nuk në 40 pasi bën 40 e burrit më përzun nga shtëpia dhe kam ikur nga shtëpia. Domethënë kam jetuar me tek babi, por dhe tek babi nuk është se kam jetuar si duhet, sepse dhe babin e kam shumë, por shumë alkoolist. Pin raki jashtë mase. Pas 6 muaj pasi kam ikur nga njerëzit e burrit, filluan grindjet me babain. Kemi blerë një shtëpi, e bleu vëllai në Zërvaska, Gështenjas të Pogradecit, kam jetuar aty pastaj 1 vit. Përsëri prap kishe grindje se vinte unë sa herë që shkoja tek mami, tek babi, llafet më të pista do dëgjoja. Kam dalë përsëri për shtëpisë, aty kam kërkuar një shtëpi me qira dhe kam jetuar në Pogradec me qira. Rreth 2 vite kam jetuar në Pogradec me qira, aty pastaj njoha dhe burrin e dytë. Por në atë kohë nuk isha muhabet, as me njëse nga që u zura me babin dhe u tërhoqe dhe familja ime, thoshin i ke ti fajet, ndërkohë që e shikonin që babi ishte shumë pianec.
Edhe më ka goditur babi, kam thërritur dhe policinë për babain tim. Por pse të goditi? Sepse ishte i pirë, ishte në ndikimin e alkoolit. Edhe më thërrisë llafe më të pista, ndërkohë unë merresha me këto shoqatat që janë shoqatat e jetimit, filluan po më ndihmonin shoqatat e jetimit dhe do shkonje poshtë e lartë që të shkonje në përzyrat. Ai më thoshte shkon me meshkuj. Nuk thoshte shkon të marrësh një ndihmë. Dhe fliste llafe më të pista. Derisa mori një farë drejtimi puna, por pastaj unë njoha me këtë, kur fillova që ndryshoi jeta ime për mirë, unë njoha me këtë. Vetë Shazam pastaj erdha këte, domethënë kam 8 vite që kam humbur bashkëshortin. E dashurike, më vjen keq sinqerisht që ai është larguar. Sa vjeç ka qenë bashkëshorti i parë kur u largua nga kjo jetë? I ri ka qenë. 29 vjet, 29 vjet, ditën e ditëlindjes. Ditën e ditëlindjes së tij bëri Po. vetvrasjen e tmerrshme. I ke, por ai ku ka jetuar me ty ka pasur probleme psikologjike, probleme shëndeti mendor që ka arritur deri në këtë pikë? Ai nuk kishte probleme të shëndetit mendor, ka qenë shumë njeri i saktë, shumë njeri i mirë. Dhe atë që thoshte për po, ishte po dhe ajo që ishte për jo, ishte jo dhe nuk ishte ndryshim. Por 2 herë përpara se të njiheshe me mua, përpara se të fejoheshim bashkë, ai ka tentuar të vrasë veten. 2 herë përpara se të njiheshe me mua. Këtë gjë ti e ke mësuar në familje, familjen e tij kur je martuar. Ma ka thënë vet ai. Ma ka thënë vet ai, një herë ka pasur shtir hel miu në kafet, dhe një herë nuk e di se çfarë kishte bërë dhe një veprim tjetër. 2 herë kishte tentuar të vrasë veten përpara se të njiheshe me mua. Po kjo tregon që ai ka pasur një problem, që ndoshta familja nuk i ka qëndruar pranë. Ndoshta sepse ato që nga fëmijëria kanë përdorur shumë dhunë kundrejt tij. Ai ka pasur trauma që në vegjëli. Po. Kanë përdorur shumë dhunë se këtë gjë ka pranuar dhe nëna e tij dhe babai i tij, që e ka pranuar këtë gjë që kanë përdorur shumë dhunë ndaj tij. Sepse ishte shumë kokë fortë dhe kur nuk dëgjonte, i futeshin e godisnin, e dhunonin. Që fëmijëri. Por në momentin që ai u largua nga kjo jetë dhe është një fatkeqësi në kulmin e moshës, duke lënë 3 jetim, duke të lënë dhe ty vetëm, sigurisht u shkatërrua gjithçka me vdekjen e tij. Por pse vjera dhe vjerri, njerëzit e tij të përzuan ty nga shtëpia? Këtë gjë nuk e kuptova asun, filluan gjithë njerëzit që ishin jashtë, sikush do fuste një fjalë më tepër, që të prishte çdo gjë. Unë isha e shkatëruar, aty donin të shkatërronin më tepër. Kush fuste një fjalë, fuste një dhaf, një ashtu më thoshin, duam punë, ndërkohë që unë isha me mullën te goja, sepse më datën 25 mars humba burrin, më datën 31 mars unë kam sjellë një djalin. 6 ditë më vonë. Edhe unë ditën e parë më vura burrin, ditën e dytë më është sëmurur djali me pivi një Coca-Cola, sa unë ngrit nga gjumi, nuk vajti në banjet, më fal, por pivi Coca-Cola dhe u bllokua dhe nuk dilte dot jashtë. Dhe më ka thënë doktori që po mos kisha shkuar për 2-3 minuta, djali do vinte në operacion. Sepse u bllokua edhe u fri barku, u bë si një top përpara. Domethënë, nga e keqja që kalova, më vajte me djalin pastaj ashtu. Nga trauma që kisha, vjerri më thoshte, duam punë. Qa punë do bëja unë në mundën të goja, që nuk ishe do të zonja për vete time. Mund të punoja unë, s'mundeshe. Linda djalën. Ti në ato kohë dashurike, kur ish bashkëshorti ishte gjallë, jetoj me vjerin dhe vjerën, apo jetonit më vete? Kemi jetuar më vete, por nga ngjarja që ndodhi, unë nuk i kam në fshatin ku bë. Ajo kam qëndruar në Pretush të Pogradecit. I qartë, por çfarë ndodhi? Me vjerit e vjera. Po çfarë ndodhi që vjeri dhe vjera të dobuan, se kjo është shumë e rëndë, Donin të vjerin
si thonë një mirë llogaritë mia mbi shpatullat e tyre. Domethënë unë kisha se kur dish burri më ka lënë 4-5 lopë se fshatar. Ishim 4-5 lopë, një kalë, çka kishe mall të gjallë, kafsh. Dhe unë po i shisja ato sepse nuk i përballoj ato, se me fëmijë të vogël nuk duan në zot. Me fëmijë të vegjël nuk ja dini dot. Dhe unë kur i shita unë nuk ua dhash lekët atyre, unë i futa në xhepin tim sepse më dushin për vete, kisha fëmijë për të rritur. I qartë. Kurse ata donin që unë pa të çdo një atyre. Dhe nga ju pata thënë sepse kishin një copë vend aty tek shtëpia, thash më bëni 2 dhoma aty edhe mos ndahem, ti je afër. Kurse ata nuk pranuan. Donin ne duam punën, por çfarë punë të bëja unë shkreta. Nuk kisha mbushur 40 ditë që kisha lindur, sepse unë 40 ditë i kam mbushur tek imate. Pasi linda, kam punuar me lopatët. Në arët. Sa kisha aq hemoragji, kisha sa u ngrita në mëngjeset edhe më ka rënë kështu sikur hodhi ndonjëri kovë me gjak në tokë. Dhe kam marrë disa rroba aty që u pastrova dhe u shtriva në krevat. Më ka erdhur vjera, më ka thënë çose ne duam punë, do të shkosh punosh në arët. Tash mama o sot jam smurta, nuk ngrihem dot. Vaj ti sa vjerit. Nusja nuk do të ikin të punoj. Ka erdhur vjeri, po me vjerin kuptohesha pak më mirë. Ishte më ndryshe. Ka erdhur vjeri aty dhe më ka thënë duhet të ikish të punosh. I kam thënë baba, unë jam smur. Çfarë ke, kam shumë hemoragji, nuk mundem dot. Dhe vjeri më ka thënë mirë, në rregull qetësoju. Atë ditë ndenja u qetësova, po ditën tjetër përsëri në punë. Por pse ata të shikonin ty si një shërbëtore që ti duhet të punoje dhe të siguroje të ardhurat? Në atë moment po më ktheni si në një shërbëtore dhe kur unë nuk u bëra ashtu siç më thoshin. Aty pastaj erdhën punetrit që nga Greqia dhe më përzun nga shtëpia. Ty të kanë përzën nga shtëpia, jo vjeri dhe vjera, po kunetrit. Vjera ishte ajo kryesorja. Por si ta thanë? Largohu se nuk e më punu këtë shtëpi? Kanë thërritur maman time atje dhe më përzun nga shtëpia, më thanë merr fëmijët atë të ritak. Unë nga ata nuk kam marrë asnjë gjë, nuk kam marrë asnjë kokër, asnjë karamele kur thon fjalës. Por nuk ju erdhi keq as për gjakun e tyre për 3 fëmijët? Pare, ata tani pas kaq vitesh, domethënë, pas 7 vitesh në dhjetor, që u dhanë nga 100 euro fëmijëve. Domethënë gjatë gjithë kësaj kohës as nuk i kishin parë fëmijët, as nuk kishin folur me fëmijët, as nuk kishin dhënë gjë për fëmijët. Gjatë gjithë këtyre viteve. Tani i kanë takuar në dhjetor, i kanë takuar në Selanik. Dhe nuk i kishin takuar. Kur kanë vajtur pasaportat e fëmijëve, atëherë i kanë takuar fëmijët. Por fëmijët si reaguan kur takuan njerëzit e babait? Fëmijët normale, janë të gëzuar se takuan kushërin xhaxhallarët e tyre. Unë si kam ndaluar dhe ata, nuk është se i kam ndaluar. Unë që ditën që i kam bler vajzës telefonin, që i kam dhënë telefonin vajzës, i kam thënë që ky është xhaxha jot, këta janë kushërinjtë e tuaj, bëj shok në Facebook, ka hapur Facebook vajza në telefon të saj, po të duash fol, po duash mos fol, po të morën fol, nuk e kam ndaluar, domethënë. Dhe ke bërë shumë mirë që kanë kontakte me fëmijët, por ajo që mua m'vjen keq është që ti dhe kur u largove nga shiu shkove në Breshër dhe babai të dhunoi. E njëjta. Por sot si ke kontaktet, raportet me babain tënd? Kam 3 vite që nuk flas fare. Nuk flet? Fare. Vëllai dhe motrat shkojnë, flasin, por unë jo. Ke vendosur të mos se falësh më kurrë? Po, sepse nga dhuna e ti, mua më ka vdekur dhe nana. Ti e ke humbur nënën nga kjo jetë? Po, nesër bën 4 vite. Ngushëllime. Nëna juaj ka qenë një grua e dhunuar? Faleminderit. Edhe nëna juaj ka qenë një grua e dhunuar, si ju? Gjatë gjithë jetës saj, nuk më men njerë pa një lot në sytë e saj. Dhe më vjen keq, por babai jeton i vetëm sot? Po, i jeton i vetëm, ai është në Shqipëri, kurse neve jemi të tarë këte në Greqi.
Ndoshta t'japësh një shans për të folur, ai është baba jot dhe Jo. Nuk ka shanse sepse ai sërish do filloj të njëjtat. Ai gjithmonë me mua grindet. Me mua gjithmonë i ka pasur kështu, ka pasur që kur ishte burri gjallë, domethënë, ka dashur shumë herë të më godas në sytë burrit. Unë që kur kam qenë fëmia mua sikur më ka veçuar nga fëmijët, kam qenë unë dhe kam humbur dhe një motër nga kjo jetë, ka qenë dhe motra që më ka vdekur. Ne të dyjave na godiste më tepër. A të ka kërkuar ai në këto 3 vite të flasi me ty? Jo, fare. Mirë, të paktën aty pranë ke motra dhe vëllezrit, jeni të gjithë bashkë. Po, këtu jemi të gjithë bashkë, që Zotit shkoj me vim të njëri tjetri. Të paktën kur kam punë me fëmijët, mund të kalojnë njëri prej tyre dhe i marrin për gjire, i marrin për që dalin. E dashurike, sot je nëna e 4 fëmijëve, je e vetme, ke kaluar një jetë të vështirë, sinqerisht e dëgjova me detaje rrëfimin tënd sot dhe më dhimbsesh, je rritur një fëmijë në dhunë, ke parë dhunë që fëmijë kur babai dhunonte nënën, u martove me një person që u largua nga kjo jetë, të përzun njerëzit e burrit parë, u dashurove me një person të dytë edhe ai të dhunoi dhe u ndave. Por kjo nuk do të thotë që ti të dorëzohesh. O, asnjëherë. Jeta është e bukur dhe është e gjatë për të jetuar dhe për të shijuar. Ashtu është. Kështu që ti je një grua që ke hequr shumë në jetë, por je e fortë, dukesh je e fortë dhe i ke përballuar dhe nuk je dorëzuar kurrë. Që Zoti na ka dhënë zgjidhja, por na ka dhënë dhe forcë. E më vjen mirë. Sot besoj ende nuk e nisur një jetë e re. Është herët për të Jo. Nuk është se kam në plan që të krijoj një jetë të re. Që të marr dikën në shtëpi është shumë e vështirë. Unë pa arritur fëmijët njerë që t'i shkolloj, t'i fus sikush një jetën e vet. Është e vështirë sepse ai tjetri nuk t'i trajton siç duhet. I është gënjur dhe ke frikë të marrësh një hap. Shumë e zgënjur, nuk mundesh ta hedhish më dhe një herë atë hap. Gjithsesi më fal që të pyes, sa vjeç je e dashur? Si kam bërë akoma 32. Je shumë e re. Je shumë e re, por na ka vajtur jeta rrokullim dhe nuk e mendoj atë pjesë. Akoma them të rris fëmijët. Ja kam dalë shqyr Zotit, bëj nga 2 punë, kujdesem për pleq. Dhe puna tjetër është se jam pjatalarse me një restorant. Po për momentin kemi marrë pushim për një muaj edhe do fillojmë sërish. Jeta në emigracion është e vështirë. Ti sakrifikon, bën 2 punë, se duhet lash qeran, dritat, ujë, të ushqesh fëmijët dhe nuk është e lehtë. Padyshim që bën një jetë të vështirë aty në Greqi, por je e lumtur se pranë ke fëmijët dhe ata janë drita e syve të tu. Ajo është. E të paktën me aq sa kam mundësi, por nuk i kam zgjatur dorë njeriu, kam dalë me forcat e mia. Unë të uroj gjithë të mirat, të uroj shumë fat. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, ishte mirë ti. Thonë që në jetë një 10 vjeçar është i keq. Uroj që ti ta kesh kaluar dhe tani të presin vetëm gjëra të bukura dhe ti jesh një nënë e lumtur. Amin. Shumë faleminderit. Mirë, e dashurike, të falenderoj që ishe me mua, u preka shumë nga rrëfimi jot dhe të uroj gjithë të mira dhe të përshëndes. Të përshëndes e unë, shumë faleminderit aty. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të këtij live-i. Urojmë dhe shpresojmë që të bëhet më e mira për nënën e 4 fëmijëve, zonjën Ike. Ajo duk që në rrëfimin e saj ishte një grua e fortë dhe nuk ishte dorëzuar asnjëherë. Por dhe nëse ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe takohemi nesër.